dhe ju thënë jo, nuk duhen të pranoj atë. Kjo është absurdi absurdave. Ka shumë Kemi parë absurde. gjëra që nuk kemi besuar se do t'i shenim ndonjëherë në kuvendin. Këto, si me thonë, dy kuptime. Në një farë mënyrë për gjykimin tem lënë një përshtypje se edhe sistemi kushtetues për gjykimin tem kur është aprovuar apo kur është shpallë Republika në një farë mënyrë na kemi një kushtetut, kisha me thonë kështu me bën një farë krahasimi me ndoshta mesijet në kohën e perandorisë angleze kur ka pushtuar Indin atje dhe u ka thënë si thuhet kushtetuta telegrafike. Edhe ne, kushtetuta jon e din këta më mirë të dëtë që është një farë kushtetutë mikste, copy-paste, që unë mendoj edhe gjykoj për kësaj distancë 3 dekadë që nuk ka qenë kompatibil me zhvillimet, me proceset, me strukturën, me etnopsikologjinë, me mentalitetin tonë. Edhe tashti kjo farë shpërputhje po shfaqin çdo probleme. Mas parit te puna e deputetëve, tash të kthehemi kësaj. Deputetët na duhet me ditë që këta deputet, sidomos vetëvendosëta, asnjë nuk janë deputet meritokratik. Ata kanë hyrë në parlament në bazë të karizmes së Albin Kurtit. Hiç Albin Kurtin asnjë prej atyre deputetëve jam i bindur nuk ishin me kaluar spragun. Njëjta gjë vlen edhe tek partitë opozitare. Ndoshta këtu është një farë seleksionimi pak më i balancuar. Mirë, po tek vetëvendosja, ata nuk janë deputet, ata faktikisht janë ushtar, duhet me thonë publikisht. Edhe çdo vendim, krejt janë improvizime, këtu janë improvizime, banale, pemojmë kuvendin, këshillin, këtu, dhe me thonë, aty vendos një njeri. Vendos një njeri i cili në rast se hiqet ai njeri, aty nuk ka asgjë te vetvendosja kam fjalën. E qartë, por secila parti po besoj ka mekanizmat e vendimarrjes. Çfarë do të thonë? Ato që tha profesori për deputet nuk janë të lirë të vendosin. Ani pse me norma ligjore, kushtetuese, është ashtu, edhe politike. Ai ka drejt, pa ai de jure kur vjen puna me votu, nuk voton. Sipas kësaj lirie që ja garanton ligji dhe kushtetuta. Po e këshyr në telefon cili mesazh pe vjen. A me votu këtë kandidat, a me votu këtë qëndrim a vendim opozitor kështu më. Domethënë për këtë shkak Profesor, kjo nuk besoj që është vetëm e lëvizjen vetëvendosje. Tana partit, unë nuk jam në stova asnjë. Tana partit, argumenti është ky. Legislatura e ardhshme, për gjykimin tim duhet me shiku me zgjedhje më shpore sistemin, se sistemi nuk është përpërcjellur. Unë marr vota, në vend që me marr për shembull ka Drenica, unë marr në krejt Kosovën. Nuk kam përgjegjësi, domethënë përgjegjësia relativizohet. Edhe ky është një element që faktikisht e dëpson pozicionin e deputet. Deputeti nuk është ai cili është i shkruar me kushtetut. Fjalia e fundet. Pra, unë mendoj që duhet një reformë e thellë ku duhet mbledhen ekspertë e lëmive të ndryshme edhe ta bëjnë një kushtetut, e unë shoh një kushtetut që unë e shquaj dhe identifikoj si një kushtetut që ka të bëjë me një republikë të tretë.